gjithëma dhe mirë se vini në rrenjë në episodin e 5 të këtë podcastit. Sot do vazhdojmë mbas live-it që bëm para pak ditësh, do vazhdojmë në serinë e takimeve dhe të bisedimeve me pjesëtarët e diasporës që janë përfshirë në këtë protestë në vendet ku jetojnë. Kemi qenë më përpara në Gjermani, faktikisht kemi pas shumë pjesëtarë të diasporës gjermanisë, por vendi ku shqiptarët e Shqipërisë janë më të pranishëm se kurrë është Italia, edhe sot do kthehemi në Itali, do shkojmë në Genova, në Liguria, ku na kanë pritur edhe do na presin Bukurie Ozuni, e cila vjen nga Librazhdi, jeton në Itali prej, në mos gaboj, më shumë se 4 vitesh. Më pak. Perfekt. Pra e gabova dhe këtë. Bukuria është eksperte e shkencave politike. Ka një të kaluar, por do ta shohim se do ta pyesin tash, do ta ngacmojmë pak ndoshta. Ka një të kaluar në administratën shqiptare, kështu që mund ta flasi shumë për atë, por gjëja më e rëndësishme kuptohet është që është kandidate për doktoratur, për PhD në Universitetin e Genovës. Nga krau tjetër kemi Amarilda, giusto? Çdo herë. Duhet ta rifreskoj emrin, do më falësh. Saliu, e cila vjen nga Martaneshi, jeton në Itali prej më shumë se 20 vitesh. E kam bërë llogarit sakt kësaj here, prej që kur ishte 10 vjeç, 11 vjeçë, edhe është diplomuar në Universitetin e Genovës në marrëdhënie ndërkombëtare, kështu që sot kemi dy eksperte në atë fushën që kërkojmë të flasin, kështu që besoj se do na ndihmojnë për ta kuptuar edhe pak më shumë situatën në Shqipëri edhe këtë protestën. Pra ju uroj mirë se ardhje edhe ju faleminderit për pranimin e kësaj ftese dhe që jeni këtu me mua. Faleminderit ty Endre. Faleminderit shumë për ftesën, më ndjem shumë e lumtur që jam sot këtu me ju. Me bukurien që këto kohët e fundit kemi jetuar pothuajse në simbiozë, pak për çështjen e shoqatës, pak për çështjet e protestës. Gjithashtu të falenderoj për nismën e këtij podcasti, që është një zë konkret i diasporës dhe një demonstrim se çfarë mund të bëjmë ne jashtë Shqipërisë, që mos mbetemi thjesht një lidhje emocionale apo sentimentale. Kështu që faleminderit më shumë se një herë. Bukurie, do thuash një gjë apo fillojmë direkt? Madje do fillojmë direkt. Do ta jap direkt fjalën ty. Do i bashkojmë edhe unë falenderimet që sa më bërë jami për këtë hapësirë që po na ofron. Është një mjet, një instrument shumë i rëndësishëm për ne të jemi të dëgjuar edhe të parë edhe nga bashkëdhetarët tonë si jashtë vendit, po ashtu edhe brenda. Kështu që shumë faleminderit edhe që na bëre pjesë podcastit dhe mbi gjitha, shumë të përgëzoj për nismën që ke marrë, është shumë e bukur dhe vazhdo përpara. Shumë faleminderit. Pra ta fillojmë tash, hym direkt ke pjesa siç e kemi bërë tani më në çdo episod të këtij podcastit. Do fillojmë pak duke folur për protestën që juve keni zhvilluar në Genova. Në kundërshtim me atë që ka ndodhur në qytete të tjera të Europës, juve nuk keni lëvizur ose nuk keni vepruar si individ, por keni vepruar përmes një shoqate, të së cilës juve jeni respektivisht presidente edhe zëvendës presidente ose drejtuese zëvendës drejtuese, që quhet Jonus. Më vonë do flasim pak edhe për shoqatën. Si keni filluar, çfarë ju ka lëvizur për brenda edhe pse keni dashur të organizoni protestën pikërisht aty në Genova ku jetoni, edhe si ka qenë protesta? Mund ta thoni diçka për pjesëmarrjen, ka qenë e mjaftueshme, ka qenë pjesëmarrje më e dobët që nuk e besoj, sepse i kam parë imazhet dhe ju kam ndjekur kështu nga larg. Sa protesta keni bërë? Keni ndërmend të bëni të tjera? Bukurie. Po, të dielën na për tjetra. Të dielën është tjetra. Do ftoja një herë Bukurien, pastaj mund të vazhdosh edhe ti Jamin, nëse ke diçka për të shtuar.
Atëherë, çfarë na shtyu për të bërë protesta ishte ajo çfarë po ndodhte në Shqipëri dhe çfarë filloi të ndodhte edhe jashtë Shqipërisë. Ka qenë goxha si ta them, shtysë e madhe kjo fillimi i protestës dhe mbi edhe mos reagimi i mediave dhe reagimi negativ i atyre që janë në pushtet. Dhe siç tha edhe Ami pak më herët, ne kemi një simbiozë perfekte, pra ndërkohë që nuk e mbaj mend nëse më ka shkruar Ami para apo i kam shkruar unë që do bëjmë edhe ne diçka. Edhe protestën e parë kemi organizuar thjesht në 3 ose 4 ditë. Ami më ndihmoi për këtë pjesë më pas. Pra ka qenë shumë intense i gjithë procesi, që nga nuk kishim marrë ndonjëherë leje për të bërë evente të kësaj natyre, kështu që u desh të informohemi si procedohet dhe pjesën burokratike e ka mbuluar Ami. Pastaj unë kam mbuluar më tepër pjesën, le të themi, operative, pra krijimin e një lokandine, krijimi një grupi WhatsApp, shpërndarje në mas të atij posteri që ne kishim, përgjigja kujdo, pra kanë qenë 3 ose 4 ditë kaq intensive sa nuk arrinim as të flinim gjumë. Një punë që madhe që nuk e prisnim të tillë, pra nuk e prisnim aq impenjative, nuk e prisnim që të na kërkonte kaq shumë fokus, energji dhe kohë. Edhe për protestën e parë, nuk prisnim pjesëmarrje aq të madhe. Pra ne kishim një kast të vogël, jo shumë potente, sepse në përmasa nuk ishte fort e vogël, por jo shumë potente, dhe nuk kishim marrë në konsiderat zhurmën që ishte në sheshin kryesor të Gjenovës në De Ferrari, sepse aty ka një shatervan. Pra u gjendëm edhe të papërgatitur për këtë pjesë, pasi pjesëmarrja ishte vërtet e jashtëzakonshme, ndoshta nuk e di, nga një pornogari imja, mund kishin mbi 500 vetë, mbi 500 shqiptarë në atë shesh. Kështu që ka qenë një gjë shumë befasuese për ne, nuk prisnim aq shumë atë reagimi në përmasa. Dhe shumë mirë, nuk e di, ka qenë një nga momentet më emocionuese për mua dhe mbi gjitha për mua që jam shumë e re në emigrim, pra unë kam vetëm 3 vite gjys në Gjenova, kam jetuar vetëm këtu dhe nuk e kam patur asnjëherë perceptimin e qartë të komunitetit shqiptar në Gjenova. Nëpërmjet shoqatës, disi e kam perceptuar që komuniteti shqiptar në Gjenova nuk është indiferent, nuk është vogël, por nëpërmjet protestave kam parë që është fejet i madh, edhe nuk di çfarë tjetër, ka qenë diçka shumë befasuese, personalisht, po as Ami dhe as të tjerët që që ishin pas organizimit, nuk e kemi pritur atë lloj pjesëmarrje. Dhe dua të theksoj këtu që të paktën 3 protestat e para janë nisur dhe janë mbështetur, 2 të parat sidomos kanë qenë punë ose përgjegjësi më e madhe e imja dhe Amit, pastaj nga e treta më pas janë bashkuar edhe shqiptar të tjerë, të cilët gjejmë rastin dhe t'i falenderojmë për çfarë kontributi kanë dhënë, edhe patjetër ne të dielën kemi të pestën, pra në Gjenova të dielën është protesta e pestë, pra për 5 diela rresht sheshet 2 sheshe, në fakt, se e para ishte në Piazza De Ferrari, në sheshin kryesor të Gjenovës, pastaj jemi spostuar pak metra më tutje Piazza De Ferrari, thjesht për pjesën e logjistikës, pasi shatervani që ndodhet në Piazza De Ferrari,
shkakton shumë zhurmë, gjë të cilën e përmendave më parë, ne nuk e kishim marrë në konsiderat herën e parë. E pash edhe siç thash ju ndjek në rrjetet sociale dhe pash ca pamje manitëse, domethënë të protestës parë të atij sheshi shumë të bukur në Gjenova, kështu që kush do doj pastaj i ftoj që ti shikojnë edhe ti ndjekin. Ami, ti ke qenë siç tha Bukuria, ke qenë më e impenjuar në pjesën e organizimit për sa i përket marrjen e lejeve etj. Kam dëgjuar nga organizues të tjerë në protestat të tjera edhe në Itali, por edhe në Gjermani, që autoritetet kanë qenë shumë bashkëpunuese. Edhe madje pasi kanë parë, domethënë, mënyrën e protestës pajësore, gati nuk e di, gati me buzëqeshje gjithandej, kanë kërkuar, kanë pyetur të dinë për çfarë protestohet, pse po protestohet kaq fort, edhe pse kaq shpesh, domethënë. Kanë qenë, si ta them unë, kanë kërkuar të hynë në brendësi të protestës, kur në shumicën e rasteve shohim për shembull që autoritetet nuk dua ta them që i shmangen protestave, po kanë shumë kujdes nga ato. Po, absolutisht e vërtet, konfirmoj. Shiko, dua thjesht të përqendrohem pak te ky aspekt që tha Bukuria, që marrja e vendimit për protestë ka qenë diçka që kemi marrë në 2 minuta besoj. Kuptimin që ne thjesht në Shqipërinë ndjekim shumë aktualitetin, jo vetëm në Shqipëri, po në Itali, çfarë ndodh në nivel edhe ndërkombëtar. Edhe po shikonim që këto mobilitimet në Tiranë dita ditës po rriteshin e tjerë, edhe më duket se më ka shkruar të Bukuria Aspar, më tha do bëjmë diçka sepse po ndjeknim pasaj që diaspora po reagonte, edhe Bukuria ka thënë thjesht po do e bëjmë. Edhe të nesërmen kjo ka qenë të mërkëm në darkë, dhe në mëngjes duar të gjitha lejet përkatëse, edhe kisha pak të ansin e protestës sepse ishte për mua herë e parë dhe nuk e dija tamam çfarë do kërkoja, çfarë terminologjie të përdorja, dhe i kam kontaktuar, i kam marrë personalisht në telefon. Kam edhe disa kontakte me që dhe përkthyes interpretën e questur, edhe këto më ndihmuan shumë. Por më qetësuan dhe kanë qenë më të vërtetë nga momenti i parë pjesë integrante e protestës. Në lejen e parë unë kam specifikuar nga 30 deri në 50 persona, sepse ideja ishte do në vinë personat tonë të rrjetit shoqëror, ato që na ndjekin me aktivitetet e shoqatës e tjerë, ndërkohë që në orën 6 në De Ferrari ishin më shumë se 500 veta. Kështu që ishte gjithçka e paparashikueshme, ama shkoi gjithçka më bukur dhe siç duhej, dhe pjesa e komunitetit italian, jo vetëm policë e tjerë, janë treguar me të vërtet shumë të interesuar dhe na kërkonin në mënyrë direkte flisni edhe në gjuhën italiane që ne të kuptojmë çfarë po bëni. Kjo ka qenë hera e parë. Pastaj në herët e tjera kur tregova lejet, edhe më kontaktonin direkt, më shiko, bravi, vazhdoni, insistoni në këtë çfarë po bëni, sepse jeni një mesazh pozitiv, jo vetëm për Shqipërinë që po jepni një mbështetje, ama edhe për shoqërinë tona, edhe për të rinjtë tonë që duhen të sensibilizohen më shumë në këto tematika. Dhe kjo pastaj kishte të anën pozitive të veten, sepse na qetësoi pak edhe nga aspektet burokratike, administrative e tjerë, me që ishin gjëra të reja, gjithsesi e ndjem pak atë përgjegjësinë e rolit. Dhe aspekti tjetër që do të nënvizoja ishte që ne nuk hezituam fare ta mbështesnim dhe të marrim një pozicion me shoqatën, ndërkohë që realitetet e tjera të shoqatave të tjera shqiptare ishin shumë skeptike dhe në tërësi nuk mbajtë një pozicion, sepse është akoma kjo ideja dhe perceptimi që një shoqatë kulturore nuk duhet të jetë aktive dhe në çështjet politike, ama besoj që është një konceptim totalisht i gabuar, sepse
një shoqatë kulturore nuk mund të jetë aktive vetëm në aspektet e traditës, e mbrojtjes së folklorit apo kërcimeve etj. Mbi të gjitha është një subjekt aktiv shoqëror civil dhe besoj që rënja e një shoqate është ajo të krijojë individ të ndërgjegjshëm, pra që interesohen me çështjet civile, qytetare, që kanë të bëjnë me dinjitetin e një personi. Kjo është ajo është me të vërtet besoj rëndësia më e madhe që një shoqat duhet të ketë. Faleminderit. Unë kam tani një pyetje që më buron nga zemra. Kam jetuar mbi 20 vite në Itali, jam rritur në Itali, edhe duke marrë shkas nga ato që thonit juve që nuk e prisnit, siç nuk e prisnin, ma merr mendja tash edhe mbas bisedave të tjera, nuk e prisnin shumica e atyre që kanë organizuar këto protestat, një pjesëmarrje kaq të madhe, por duhet të ndaloj një sekond tek komuniteti shqiptar në Itali. Pse keni filluar protestën, pse keni ndërmarrë nismën e protestës, duke menduar automatikisht që shoqëria komuniteti shqiptar në Itali nuk do ishte aq pjesëmarrës. Domethënë, nga çfarë buron kjo bindje ndoshta, ose ky mendim, le ta quajmë kështu? Mund të përgjigjem unë, me që kam pak më shumë vite si komunitet shqiptar në Gjenova. Besoj që e njoh goxha mirë komunitetin, edhe pse është një komunitet shumë i fragmentuar, është shumë i madh për sa i përket numrave të qytetarëve shqiptar në Gjenova, ama nuk ka një rrjet që e bashkon. Është shumë e vështirë që komuniteti shqiptar të bëhet bashkë. Në Gjenova, jo në Gjenova, po besoj në pjesën më të madhe të diasporës shqiptare ne kemi të bëjmë me gjeneratat të dyta dhe nganjëherë edhe në të treta. Pra, pjesa, mendoj, mendimin personal, pjesa e integrimit është superuar me shumë sukses, ama tani gjendemi në një fazë tjetër që kemi pak të vështirë të fokusohemi se çfarë ndodh pas integrimit. Pra, dy gjëra mund të ndodhin dy skenare të ndryshme. Njëra është asimilimi, që është ajo që ne me angazhimin tonë mundohemi të evitojmë. Dhe tjetra është faza e aktivizimit. Ama të kjo pjesë kemi shumë vështirësi, si me shoqatat. Shoqatat në përgjithësi janë shumë pak, por edhe kur janë kanë vështirësi bashkëpunimi. Unë personalisht nga 25 vite që jam në Gjenova nuk e kam parë asnjëherë rrugët e Gjenovës të mbuluara kuqezi si ditën e parë të protestës, dhe ishte diçka me vërtet manikse. Të vetmet arsyet për të cilat komuniteti mund të mblidhet deri tani të paktën janë ato të koncerteve apo mbrëmjeve muzikore. Do të thënë që është një aspekt tepër i limituar për kapacitetin që komuniteti shqiptar ka në Gjenova, sepse komuniteti shqiptar në Gjenova është komuniteti që kontribuon më shumë nga ana ekonomike. Pra, ne jemi profesionistë të shumë, jemi sipërmarrës, kemi një përqindje shumë të lartë në sipërmarrjen, si në edilicia edhe në restoracion. Më falni që këto dy terme më dolën në italisht. Në ndërtim. Gjithashtu jemi në ndërtim. Edhe gjithashtu, domethënë, individualisht jemi individ shumë të suksesshëm, ama kemi shumë probleme të bëhemi bashkë, të krijojmë rrjete komuniteti dhe të kemi një impakt më konkret në shoqëri. Dhe ne këtë po mundohemi të ndryshojmë me shoqatën që kemi hapur vitin e kaluar. Edhe unë do doja që këto realitete të ishin gjithmonë më të shpeshta, sepse kapaciteti që kemi është më të vërtet shumë i madh, ama duhet të gjejmë një kanalizim se si të bëhemi subjekt më aktiv si në shoqërinë italiane, po ashtu edhe në ndikim si diasporë
shqiptar. Do vim edhe kjo pjesa. Bukurie. Se mund të shtoj diçka? Po, patjetër. Tek kjo pyetje, që pse ishim pak mos ose pse kishim pritshmëri të ulta për herën e parë. Tjetra ka qenë edhe fakti që ne kemi organizuar në një kohë shumë të shkurtër. Pra nuk mendonim që mesazhi ose njoftimi që kishte një protestë për këtë arsye do të arrinte tek të gjithë. Se tani po bëja një kujtet, po rikujtoja pak momente dhe ne kemi filluar të organizojmë ditën e enjte dhe protesta ka qenë të dielën. Pra, ka qenë vërtet një kohë shumë e shkurtër. Jo. Të herën e parë ka qenë të shtunën, më fal. Do me thënë dy ditë organizim. Jo, ka qenë të dielën, më duket. Pak rëndësika. Ka qenë vërtet një kohë shumë e shkurtër, edhe pra unë dyshoja që ky mesazh do kishte arritur tek të gjithë. Edhe nuk besoj që kanë qenë të gjithë shqiptarë të rezident në Gjenova apo Liguria. Dhe pjesa tjetër, se personalisht mendoja që do kishte pjesëmarrës më të ulët është për faktin se ne si kom karakterizohemi nga një lloj skepticizmi, nga një lloj mosbesimi. Mosbesimi tek kush është duke organizuar dhe mosbesimi që pjesëmarrja ime në një lloj eventi të tillë, në një lloj manifestimi të tillë proteste, nuk sjell asnjë ndryshimi. Kjo është bindja ime, pra nuk është se e kam të faktuar në diçka, por nga eksperienca i kam hasur këto dy lloj elementësh tek shoqëria shqiptare. Pra, e para duam të jemi të bindur se kush është pas këtij lloj organizimi dhe tjetra është që nga pjesëmarrja apo mos pjesëmarrja ime nuk ndryshon asgjë. Dhe duke patur këto element, plus elementin kohë shumë i rëndësishëm, unë kisha pritshmëri pak më të ulta, por dy herët e para kanë qenë vërtet mbreslëndse, pjesëmarrja shumë e madhe. Mund të jetë ndaj ta bëra edhe këtë pyetjen, edhe më dole në shteg, është pikërisht ajo që mendoj edhe unë, edhe besoj shumica e komuniteteve shqiptare kudo që ato janë, faktikisht në përbot. Mendon se kjo protesta, se duhet ta kujtojmë, protestat në diasporë kanë lindur në mbështetje të protestës që po kishte filluar në Tiranë. Mendon se ky ajri ndryshe që ka buruar në Tiranë ka krijuar ose do krijojë në të ardhmen një atmosferë pak tjetër edhe si ta them unë, një ndryshim ndoshta jo në mentalitet, por në mendësi të njerëzve. Pra, do jetë një tregues që na thot edhe do na mësoj neve si komunitet edhe si shoqëri shqiptare që shiko, zëri ynë nuk është e vërtet që nuk vlen. Prezenca ime ose mos prezenca ime në një protestë ose në një mbledhje të tillë, në një tubim të tillë mund të bëj ndryshimin. Ai që sot e tutje mund të arrijë të sjellë një frymë ndryshe edhe në diasporën shqiptare. Mund të përgjigjem unë? Po, patjetër. Atëherë mendoj, sidomos nëse kjo protestë do ketë një fund ta quaj të lumtur, pra nëse do arrijë qëllimin e saj, pa dyshim do të ketë një ndryshim në mendësi dhe në qasjen që ne kemi ndaj pjesëmarrjes tonë aktive në politik. Sepse këto në fund të ditës janë evente politike, janë pjesëmarrje politike, dhe do të thotë që ne si qytetarë jemi aktiv. Dhe përveç të tjerash, thjesht edhe nga ndryshimi i brezave. Pra sot ne në shesh në Tiranë, në Shqipëri, më së shumti, po edhe jashtë, edhe këtu në Gjenova, pjesëmarrja e të rive është shumë e lartë. Pra fakti që ne kemi shumë të ri do të thotë që kemi edhe një lloj mendësie të re.
Kështu që e besoj që kjo gjë do të ndryshojë, sepse nëse shikojmë nga aspekti historik, ne vim nga një sistem ku qytetarët kishin të drejtë të protestonin, pra ishin të shtypur, të nënshtruar në një farë forme dhe ishin të bindur që nuk mund të bënin asgjë. Dhe kjo lloj mundësie disi na është trashëguar dashur pa dashur, edhe pse unë jam produkt të themi demokracie. Dhe shumë moshatarët e mi, pra kjo gjë ka ardhur disi edhe e trashëguar. Por jemi para faktit që po ndryshon dhe unë uroj vërtet që kjo protestë t'i përmbushë qëllimet e saj, t'i shkoj asaj për çfarë është nisur deri në fund, dhe nëse do shkoj drejt fitores, patjetër që mendësia do të ndryshojë. Dhe jam e bindur që edhe kjo hezitimi që kemi për pjesëmarrje aktive në politikë bërje do të ndryshojë patjetër dhe do duhet të ndryshojë. Sepse nëse shikojmë edhe pjesëmarrje në votime, ka ardhur në rënje vit pas viti. Dhe kjo është tregues që qytetarët mendojnë të votojë ose të mos votojë, pra të jenë ose të mos jenë prezent, nuk përbën asnjë ndryshim. Dhe kjo nuk është e vërtetë. Po. Kjo është vërtet. Kjo paradigmë duhet të ndryshojë. Kjo lloj qasje duhet të ndryshojë patjetër dhe është momenti, pra unë jam shpresplot për këtë. Unë jam shpresplot, sidomos në rast se protesta do përmbyllet me sukses. Ami, do ta xhiroj pyetjen edhe ty, se ti na bashkon fakti që kemi vajtur në Itali shumë të vegjël, edhe e kemi jetuar pak edhe komunitetin shqiptar në Itali. Çfarë mendon ti? Mund të përbëj një ndryshim thelbësor kjo lëvizje? Absolutisht që po. Unë do fokusohem pak te disa aspekte më sentimentale, në kuptimin që të paktën unë ose ne që jemi rritur në diasporë, kemi disa pika po simbole që gjatë gjithë kohës i kemi patur si konstante, domethënë i kemi patur aty sepse ishin disa gjëra të patundshme. Pra, kjo është një, dashuria, dhe dy është toka. Në kuptimin që gjithmonë ajo dashuria për atë dheun, për mëdhem, për rënjët, ne gjithsesi e identifikojmë me tokën. Me diçka konkrete fizike ku ne gjithmonë kemi mundësinë të kthehemi. Dhe unë besoj që kjo ka qenë edhe ajo që ka shtyr me të vërtetë të gjithë mobilitimin edhe te gjenerata e re, pra të rinj në diasporë, sepse ne jemi pak të distancuar për sa i përket mekanizmave ligjore apo politike konkrete, sistematike në Shqipëri. Ama ka disa gjëra që në momentin që ato preken, ty patjetër që prek edhe patjetër që ka një reagim. Unë besoj që një pjesë e rëndësishme ka qenë kjo, në kuptimin që shiko se ka shumë gjëra që nuk shkojnë, të gjitha ato gjëra që ne i dëgjojmë dhe i shikojmë dhe i kemi të qarta që nuk shkojnë, i shikojmë gjithmonë me një distancë, ama në momentin që prekën diçka që ka të bëjë me dinjitetin, që ka të bëjë me identifikimin ton, atëherë patjetër që ajo dashuria, ajo krenaria që ne kemi në ADN u shfaq. Edhe unë besoj që kjo është diçka me të vërtetë shumë e bukur, që e vlerësoj jashtëzakonisht shumë dhe uroj që të vazhdoj të ketë këtë impakt, sepse është një shtysë shumë e madhe. Të paktën te mua ka pas edhe ka pas të rëndësinë e vet që më tha, unë nuk mund të rri, nuk mund ta vazhdoj të rri thjesht spektatore, se po më prek diçka, pavarësisht që nuk është diçka direkte që ka të bëjë me ditët e mia fizike, po. Ama ka të bëjë me diçka që unë i konsideroj akoma time. Shumë bukur. Do kaloj, se tash pak a shumë kemi kaluar nga pjesa e protestës në Gjenova si protestë, por edhe kemi kaluar më tepër tek analiza e protestës në vetvete. Ti bukuria the një gjë në fillim shumë të saktë. Fole për mediat në Shqipëri, që nuk po në fillim, do thoja edhe në vazhdim deri diku, nuk po e pasqyronin edhe nuk po e pasqyrojnë protestën për atë çfarë është në të vërtetë.
ti ke jetuar në Shqipëri deri para pak vitesh dhe i ke përjetuar vetë dinamikat shoqërore, por edhe ato çfarë media simbolizon dhe bën në Shqipëri. Çfarë mendon për këto? Pyetja shumë e sheshtë, shumë e thjeshtë. Është vërtet shumë e sheshtë, shumë e drejtë. Atëherë, unë edhe pse kam jetuar deri në vitin gati në fund të vitit 2022 në Shqipëri, unë kam qenë nga viti 2007 që raportet e mia me televizionin nuk janë. Pra kemi një marrëdhënie shumë të ftohtë. Megjithatë, kjo është një tregues në këtë moment ishte tashmë kërkoj ndjes për Xhan e përdorin edhe në për televizorin në Shqipëri, kështu që s'është problem, po ta përdorim neve që ishte tashmë e provuar që pushteti i katërt që është media nuk është më aq neutral, nuk është më aq i vërtet. Edhe çfarë ndodhi në këtë protestë ishte thjesht ajo goditja e fundit, pra ajo pika e fundit që derdhi gotën, për ta treguar kaq hapur që media nuk është më një pushtet i katërt, por është palë me pushtetin ekzekutiv. Edhe kjo është e trisht, edhe mendoj që ka qenë edhe një nga arsyet që i ka shtyrë më tepër shqiptarët të kudo ndodhur, por sidomos në Shqipëri të ishin prezent në shesh. Pasi çfarë u bë nëpërmjet rrjeteve sociale ishte detyrë dhe është detyrë e medjave, sidomos ndaj televizionit ton kombëtar, të cilit i paguhen edhe taksat nga taksa paguesit shqiptar. Pra, kjo lloj heshtje, kjo lloj manipulimi që po bëhet, sepse sot ato po e transmetojnë çfarë po ndodh në shesh, po transmetojnë në një mënyrë të manipuluar, pra nuk është se po transmetohet totalisht i sakt informacioni. Pra, unë nga kjo lloj distance ku ndodhem sot e kam shumë të vështirë të perceptoj qartë se çfarë po ndodh në Tiranë. Sepse i referohem më tepër rrjeteve sociale, por edhe rrjetet sociale nuk janë burim informacioni i sakt. Pasi dhe ato janë informacione të shkëputura ose të njanshme, pra unë ndihem në vështirësi që jam në distancë dhe nuk mund të di vërtet se çfarë ndodhi dje në Tiranë për shembull. Nëse dhuna ishte nismë e protestuesve apo ishte nismë e policisë. Dhe kjo për mua është frustruese shumë, por nuk mendoj që është vetëm për mua, mendoj që është për gjithë. Që jemi përpara mediave të cilat manipulojnë informacionin ose hera herës dhe nuk e japin. Dhe do më duhet ta them, është thjesht, më vjen keq edhe do më duhet ta them këtë, por është thjesht tregues që këto media janë tashmë të shitura ose të kontrolluara nga ata që janë në pushtet. Të kontrolluar. Sepse nuk e lexoj dot ndryshe. Nuk e lexoj dot ndryshe këtë situatë. Pra më vjen keq e them, por nuk e lexoj dot ndryshe. Donte Amit bënte një ndërhyrje. Po, jo doja thjesht të shtoja diçka. Që ti bashkojmë asaj që sapo tha Bukuria. Do të thonë këto që sapo Bukuria tha, që unë besoj që është jam totalisht dakord, duhet ta marrim dhe ta vendosim në të gjitha këto vite. Në kuptimin që mediat nuk ushtritën tani, nuk ushtritën në momentin që protesta vazhdojnë. Mediat kanë vite që bëjnë të lojë, në kuptimin që kanë treguar vetëm atë anën që kuvendi apo disa personazhe kanë dashur të tregojnë. Kështu që gjithmonë realiteti shqiptar ka qenë influencuar në këtë aspekt, pra ka qenë i limituar. Edhe i diasporës sidomos, sepse ne bazohemi më shumë te media, ne shikojmë më shumë nga media, ne mesazhet më të mëdha i marrim nga media. Pra nëse media është kjo ka qenë edhe vite me radhë. Pra është një tregues shumë shqetësues. Unë, domethënë, për disa aspekte e prisja, por jo kaq shumë. Edhe sot dhe kësaj dite akoma kam atë kurrë të shkoj mediat kryesore
se them, okay, nuk është vonjë që të reagojnë të bëjnë diçka. Ama gjithmonë mbeten me zhgënjyer, edhe nga personazhet më të famshme, që janë ato që gjithmonë kanë qenë personazhet kryesor, gjithandej aktive të tjerë që tani janë zhdukur totalisht, pra pyetja është ku jeni, çfarë po bëni, po organizoni protestën dhe thjesht nuk e dim, shprehuni sepse jo, unë personalisht nuk po ju pres, ama janë treguesme të vërtet shqetësuese, sepse do të thotë që informacioni ka vite që është manipuluar, edhe realiteti është i treguar vetëm nga njëra anë. Dhe në një sistem ku media është kaq e kontrolluar, thjesht nuk është një sistem demokratik. Edhe kjo është mëse e qartë, domethënë nuk po themi asgjë të re apo asgjë që nuk ishte kuptuar më parë. Shumë sakt, bashkohem në të gjitha këto mendime, por duke parë domethënë që kjo situatë nuk ka lindur dje, nuk ka lindur para 13 vitesh, sipas mendimit tim, por është një situatë që na vjen nga shumë më larg. Pra siç e the ti, mediat na tregojnë që nuk jemi në një sistem demokratik më tashmë në Shqipëri. Por kjo nuk mund të jetë përgjegjësi vetëm e mediave ndoshta. Në Shqipëri, në perceptimin ton, që e kemi parë nga jashtë, ky lloj sistemi jo demokratik, fundja, nuk ka lindur dje. Domethënë jemi në një sistem që i ka rënjët në fillim të viteve 90, aty ku bën ato protestat e famshme para të dhjetorit, të studentëve, ku ra përfundimisht sistemi komunist, edhe mendonim të gjithë që do ishim në një sistem tjetër. Tani juve si eksperte, ndoshta mund ta konfirmoni këtë ndjesi që shumica e popullit, shumica e shoqërisë shqiptare ka pasur edhe që ndoshta i ka bërë që të ngurojnë të jenë më aktiv në shoqëri, që sistemi pikërisht ndryshoi nga ai që ishte para 90-s, edhe kaloi në një sistem pseudo-demokratik, do ta quaj kështu, që ka ardhur deri në ditën e sotme. Të vazhdoj pak thjesht sepse do të lidhem me një reflektim që kemi bërë me Bukurinë para pak kohësh, besoj 2 javë. Po flisim pikërisht për këtë që sistemi ndryshoi, ama në një pseudo-demokraci, vazhdon të jetë i njëjti, thjesht ka ndryshuar fytyrat e personazheve që premtuan të ndryshimin radikal. Edhe pikërisht nga diskutimi i Bukurisë, domethënë ne ram dakord që shqiptari në përgjithësi si popull e ka pak kultin e individit, pra që i rrethon të gjitha shpresat, idealet dhe edhe thjesht në prakticitet, domethënë lidhet më shumë ndaj një individi, mbi të cilin vendos të gjitha shpresat dhe ndryshimet, se sa të një projekt i një governativ, më vjen terma në italisht. Unë nuk e di sa qytetarë shqiptar para që të votojnë janë kurioz dhe lexojnë se çfarë programi elektoral ka, çfarë detajesh ka, çfarë propozon për mjekësinë apo për arsimin, apo për të gjitha detajet e tjera të rëndësishme. Kemi mbetur shumë të ngujuar te e majta dhe të djatha, dhe besoj që kjo është plaga më e madhe e popullit shqiptar. Bukurie? Pra media nuk është i vetmi pushtet që na ka tradhtuar, si më thënë. Por atëherë unë doja të theksoj që unë nuk thash që media është e kontrolluar tashmë, thjesht thash që kjo proteste e nxori të vërtetën lakuriqe. Po. Por nuk është atëherë problemi i medias dhe jo vetëm, pra çdo problem që ne hasemi sot nuk është i ardhur vetëm nga 13 vite qeverisit të kësaj partie në pushtet. Pra këto janë probleme të mbartura.
Edhe I bashkohem çfarë thami që ne jemi ende shumë të lidhur me kultin e individit, pra shikojmë e lidhim çdo gjë me kultin e individit. Mendoj dhe faktin që ne na erdhi e ashtu quajtura demokraci, e cila nuk ka qenë asnjëherë demokraci në kuptimin e saj të plot, por pa u pastruar nga disa figurat të cilat I kemi mbajtur dhe për disa vite në parlament dhe në pozicione të caktuara dhe I kemi ende. Dhe një ndër to është presidenti I Akademisë së Shkencave. Kryetari I Akademisë së Shkencave që ka mbajtur pozicionin e ministrit të arsimit në një sistem tjetër. Pra, dhe shumë emra të tjerë. Që të gjithë ne I dimë, unë bëra thjesht një referencë. Pra, kjo nuk ka ndodhur në vende të tjera të cilat kanë ndryshuar sisteme. Por unë nuk duhet ndalem gjatë sepse pastaj do na duhen ne dimri për t'i dalë në krye këtij diskutimi. Pra mendoj që kjo ka qenë një element shumë I rëndësishëm që I ka dhënë formën që ka marrë ky tranzicion. Pra ne jemi sot, për mua janë 36 vite tranzicion, nuk janë 35. Për mua tranzicioni ka filluar me ditën e parë të protestave. Nuk ka filluar kur protestat I dhanë një farë drejtimi. Dhe në 36 vite tranzicion, tani hajde diskutojmë nëse janë shumë apo janë pak, nëse është bërë diçka mirë apo është bërë diçka të keq. Por në këto 36 vite tranzicion do duhet të kishim qenë pa klasën e vjetër politike, pra duhet të kishim qenë me një klasë të re politike. Ajo se çfarë po artikulohet në një farë forme edhe sot në protesta. Pra, në protestat e sot, në këtë lëvizjen e sot, ne nuk duhet të kërkojmë thjesht dorëheqjen dhe unë që secili ta ketë në ndërgjegjen e vet këtë gjë, që nuk është arritje nëse ne do kemi një dorëheqje të kryeministrit dhe të liderit të Partisë Demokratike. Nëse ne do kemi si rezultat thjesht të dy dorëheqje, pra këto do të largohen, ne nuk kemi arritur absolutisht asgjë. Qëllimi ose fitore e madhe do të jetë të zëvendësosh klasën aktuale politike. Pra unë jam 34 vjeç dhe një pjesë e këtyre politikanëve të sotëm unë I mbaj mend që kur kanë filluar të mbaj mend. Dhe kjo është e trisht, pra si kemi dhe një pjesë e këtyre që unë I mbaj mend pra sa kam vite jetë, I kanë qenë edhe kur unë nuk kam qenë as projekt, pra para se të lindja unë. Dhe është trisht, pra ne kemi kaluar nga një sistem në një tjetër pa bërë atë pastrimin që do duhet ishte bërë, ato që kanë ndodhur si në Kroaci, si në Rumani, tjera me radhë, pra një lloj pastrimi politik, klasës politike. Vetëm atëherë do të kishte qenë I suksesshëm. Fakti që kjo gjë nuk ndodhi, solli me vete klientelizmin, nepotizmin, korrupsionin, kontrollin e mediave, mos funksionim të institucioneve legjislative, gjyqësore, ekzekutive të tjera. Pra janë probleme të mbartura dhe nuk janë të 13 viteve të fundit, as të 20 viteve të fundit, janë të 36 viteve. Që patjetër gjenezën e ka në para 36 vitesh. Mirë, diskutohet, por besoj se jemi të gjithë dakord që kërkesa ose arritja thjesht e një dorëheqje, pa marrë parasysh faktin që kjo dorëheqje nuk po vjen, edhe me ç'po shohim nuk do jetë edhe kollaj që të vi kjo dorëheqje, si nga një palë si nga pala tjetër, sepse në mënyra të ndryshme që të dy po e mbajnë atë karrigen shumë fort, që mos alçojnë kurrë. Tani janë dy pyetje që janë për mua janë shumë të rëndësishme. E para lidhet me Mërgatën, pra lidhet me ne, edhe me rolin që kemi ne si Mërgatë, si diasporë në ndihmë të Shqipërisë. Siç e tham, protestat në diasporë kanë lindur në mbështetje, si protesta në mbështetje të asaj që po vazhdon në Shqipëri dhe në Tiranë. Por sipas jush, do filloja nga Ami, me që je më e vjetër në diasporë. Cili duhet të jetë? Edhe jo vetëm në diasporë, me të duket. Po paka shumë në një moshë jemi të gjithë, kështu që mund të flasim në një. Cili duhet të jetë roli sipas
sipas jush kuptohet, cili duhet jetë roli i diasporës në një të ardhme, në një kohë pas protestës, në një kohë optimale ku çdo gjë ecën ashtu siç duhet, për Shqipërinë. Do të thënë duhet jetë thjesht një rol mbështetës ose një rol më aktiv. Shiko, unë besoj që diaspora deri tani ka patur kryesisht rolin e ndihmës ekonomike. Pra, të gjitha ato ndërtesa që janë bërë në pjesën më të madhe para 10 viteve të fundit normalisht, janë të gjitha nga remitancat e migrantëve. Pra, nga ana ekonomike, sikur mos të marrin parasysh këtë pjesë, besoj që një pjesë më të madhe të familjeve shqiptare do të qenë akoma më shumë në vështirësi. Pra, kjo është histori, nuk mund ta mohojmë dot. Ama unë besoj që edhe me këtë protesta që apo ndodhin, i dha një mesazh shumë të qartë diasporës, që mbaroi koha ku të mbetemi thjesht një ndihmë ekonomike apo emocionale. Pra, diaspora kontribuon në mënyrë shumë aktive në të gjitha komunitetet ku ka shqiptar, pa janë profesionist, janë qytetar, janë student, janë prindër të ndërgjegjshëm. Pra, kemi një rrjet të tërë i cili me kontributin pak më aktiv do jepte një ndihmë akoma më konkrete për Shqipërinë. Dhe besoj që kjo ka ardhur momenti që të japim pak për të mirëqenë, domethënë. Ndaj unë shpresoj që këto protesta të nevojiten si katalizator, domethënë dhe strukturat që po ndërtohen, edhe pse në shumë pak kohë, të zgjasin akoma më shumë, të përforcohen akoma më shumë dhe të bëhemi një pjesë integrante, domethënë dhe aktive në marrjet e vendimeve në Shqipëri në shumë fusha të ndryshme. Sepse Shqipëria është një rast shumë i veçantë i Shqipërisë, në kuptimin që pjesa më e madhe e qytetarëve është jashtë vendit. Dhe si e tillë duhet ta shikojmë në këtë perspektivën e veçantë, domethënë nuk besoj që ka realitete të tjera, mbase mund të ketë, por që unë nuk jam në dieni, që të ketë një përqindje kaq të lartë të qytetarëve me gjenerata të tëra, domethënë jemi në gjeneratën e tretë dhe vazhdon ky rrjeti i shqiptarëve që spostohen, domethënë nuk është thjesht një gjeneratë dhe të tjera të ndaluar, që janë jashtë vendit. Në momentin që janë ndihmë ekonomike, domosdoshmërisht duhet të jenë edhe më shumë, pra kontribut diplomatik, edhe pse jo subjekt aktiv i politikës shqiptare. Ky është mendimi im. Pastaj do në fund kam pyetjen kyçe, po do ta lë për në fund. Bukuria, si mendon ti je pak, siç e tham, je më e re në emigrim, ke ikur para pak vitesh, kështu që çfarë mendon se duhet të jetë roli i diasporës më tutje? Duke tani sikur unë edhe Ami po dakordsohemi qëllimisht, por i bashkohem asaj çfarë sapo tha Ami, pra në mënyrë absolute, diaspora shqiptare nuk duhet të jetë thjesht aktive në remitanca, domethënë pjesë aktive ekonomike e Shqipërisë, por duhet të jetë aktive edhe politikisht. Të jetë më pjesëmarrëse dhe më prezente. Pasi pavarësisht se dikush ose me gjithë diaspora ka ndërtuar tashmë jetën larg Shqipërisë, kemi akoma disa rrënjë që na mbajnë, disa gjëra që na mbajnë të lidhur me Shqipërinë. Edhe të paktën jam shumë e lumtur fakti që kemi të drejtë vote tashmë. Pra, fakti që kemi arritur këtë pikë është një hap shumë i madh. Edhe do doja që e gjithë diaspora të fillonte edhe të ishte pak më e vetëdijshme që tashmë ka një lloj mekanizmi për të qenë faktor ndikues në politikën shqiptare. Kjo e para. E dyta, është e vështirë, por do duhet të gjejmë edhe mënyrat ose të krijojmë mekanizma, instrumenta për të qenë më në kontakt me Shqipërinë, me realitetin shqiptar. Pasi
unë e shikoj edhe vetë dhe në një kohë kaq të shkurtër, sa ka mund 3 vite gjys, fillon edhe shkëputesh pak nga realiteti çfarë është në Shqipëri. Dhe këtu rikthehemi sërish tek pjesa e mediave. Pra, çfarë servir media e marrin për të vërtetë një pjesë më e madhe jona, sepse nuk e kuptojnë që mediat janë kaq të kontrolluara. Prandaj dhe roli i medias duhet jetë pak më subliminal të them, sepse përcjell informacione edhe aty ku të shikosh realitetin në shumë e vështirë. Kur e ka mund të vështirë nga Italia dhe nga 3 vite gjysmë e shkëputur nga Shqipëria, nuk duhet të mendoj për dikë që ka lindur tashmë, nuk e di në Shtetet e Bashkuara apo në Australi apo në Kanada që janë kaq larg, se si paraqitet situata në Shqipëri. E kemi parë ndoshta në zgjedhjet e fundit. Pikërisht, po sepse Shqipërinë e marrin për atë çfarë na paraqitet dhe Shqipëria nëpërmjet rrjeteve sociale të qeveritarëve duket shumë e bukur. Duket fantastike, domethënë duken arritje të jashtëzakonshme. Por nuk është e tillë. Kështu që çfarë unë vura re, dhe jo vetëm unë, ose çfarë po vëm re nga këto protesta të zhvilluara në diasporë, është ajo që ami ceku dhe pak më herët, është mungesa e një lloj koordinimi ose krijimi një lloj komuniteti më të strukturuar, pra që të jemi në kontakt edhe më shumë me njëri tjetrin. Dhe duke qenë ndoshta në kontakte më shumë me njëri tjetrin, do të thotë që jemi pak edhe në brendësi, sepse do të thotë që mund të kemi hapësira të përbashkëta ku mund të debatojmë, ku mund të diskutojmë dhe të shmontojmë pak edhe idetë e gabuara të njëri tjetrit. Pra edhe unë nëse besoj diçka që nuk është ashtu siç unë e mendoj, nëse dikush tjetër më paraqet një tjetër realitet, një tjetër argument më bindës, mund të ndryshoj. Por kjo duhet jetë e mundur, domethënë unë duhet të kem ku ta flas këtë gjë, unë duhet të kem me kë ta flas. Unë nuk mund ta flas me kolegët apo me miqtë mi italian ose edhe të nacionaliteteve të tjera, sepse nuk mundem, nuk të mund ta flas vetëm me shqiptar. Pra, kjo protestë ka nxjerrë në pa edhe këtë lloj mungese. Dhe mendoj që kudo ku kjo mungon, sepse ndoshta ka edhe realitete ku ky lloj organizimi, kjo lloj nisme është prezente, por në ato vende ku mungon, ndoshta do duhet ta rishikojmë se si mund ta çojmë përpara. Se kjo është një urlidhse, do të jetë një urlidhse pastaj si midis njëri tjetrit në vendin ku jemi, po ashtu edhe me realitetin e vendit tonë. Pra, unë e shikoj të tillë. Pra juve parashikoni një rol të diasporës më aktiv, por po nga vendet ku ata jetojnë. Tashi pyetja ime doja ta bëja në fund, po do ta bëj tani, pak provokuese të themi. Në një Shqipëri optimale, gati utopike, juve do mendonit se do ishte e udhës ndoshta të ktheheshit në Shqipëri edhe të merrni të ishit pjesë aktive të shoqërisë shqiptare në Shqipëri? Ose do dëshironit? Ose do ta bënit? Bukurie një herë. Po. Atëherë, sidomos për faktin që unë kam shumë pak vite jashtë. Pra në sensin që unë tashmë kam krijuar një jetë, edhe pse në kaq pak vite ndihem shumë e integruar, pra Gjenova për mua është shtëpi. Kam krijuar ato kontaktet e mia, atë përditshmërinë time, e cila më pëlqen shumë, edhe vërtet Gjenovën e ndjej shtëpi. E ndjej time. Megjithatë, mua më mungon të flas shqip në përditshmërinë time. Mua më mungon ajo rutina ime që unë kam pasur në Shqipëri, mbi të gjitha dhe njerëzit, çdo gjë tjetër. Dhe unë e dua pafund Shqipërinë, e dua pafund gjuhën shqipe, dua pafund disa nga kulturat tona, jo të gjitha. Mos bëjmë dasira.
Po ishte për shaka. Ja, kuptoj. Për shaka. Dhe thjesht për faktin që unë jam kaq i lidhur me Shqipërinë, me gjuhën, me traditat, me kulturën, me vendin e gjitha me radhë, ka qenë direkt një po e madhe kur Rami më shpalosi idenë për një shoqatë shqiptare në Gjenova. Pra nuk kam pasur një mendim të dytë ose një hezitim për t'ju bashkuar kësaj gjëje, sepse duke qenë se më mungon, pra unë për një vit e pak në Gjenova, njëja të paktën 1 ose 2 shqiptar. Po. Pra edhe kjo gjëja disi më si ta them, më ka munguar, pra më mungon, unë shqip gjatë një viti e pak, flisja vetëm në telefon ose kur kthehesha në Shqipëri. Por për mua që kam ardhur 30 vjeç në Itali, nuk është gjëja më e bukur që mund të ndodh. Pra do ktheheshe apo do ktheheshe? Po, do kthehesha. Në një Shqipëri ku ambienti politik do funksiononte pak më mirë, nuk po them shkëlqyeshëm sepse do duhet kohë të arrim në atë nivel, patjetër që do të kthehesha. Ami? Dërsa unë, shiko, ka qenë atë kur do zgjidha se çfarë do studioj. Edhe unë kam pas dashurim për lëndët ligjërore, edhe gjithmonë kisha dëshirën ose sociologji o psikologji. Edhe në momentin që pastaj konkretisht do zgjidhja, nuk e di, më shtiu një ide të një të ardhure që të kisha kontakte apo të jepja një kontribut edhe në Shqipëri. Edhe kjo ka qenë një nga arsyet pse zgjodha të shkenca politike. Por sa herë që jam munduar, do të thonë jam në Shqipëri me një sy pak më analitik dhe të shikoja çfarë në fronte apo a mund ta gjeja dot veten në Shqipëri, gjithmonë përgjigjja ka qenë zhgënjyese. Unë kam jetuar një vit në Spanjë ku kam përfunduar studimet në fakultetin e Alicantes, edhe mbase edhe kontakti me një shoqëri të tjetër europiane më ka bërë që të kuptoj më të vërtet që tepër gjëra nuk shkonin dhe nuk përputheshin dot me idenë që unë kam të një shoqërie. Dhe për te këtyre arsyeve, sikur të ishte një shoqëri ideale, pra gati utopike në Shqipëri, momentalisht duke qenë edhe pak fedele, më kallo pak terminin, se nuk po më vjen. Besnike. Besnike e angazhimeve që kemi aktualisht, unë kam qëllimin dhe dëshirën e madhe që të bëhemi një aspekt aktiv në diasporë, pra që Shqipëria të njihet më mirë në diasporë, të organizohet më mirë, por që të organizohet unë besoj që është e domosdoshme që të organizohet në mënyrë lokale, pra të organizohet si komunitet në çdo qytet, në çdo realitet ku është prezente. Edhe kjo është një mungesë shumë e madhe, siç e tham më para. Në momentin që do të krijohen komunitete të rëndësishme, aktive, politike në qytete të ndryshme, në shtete të ndryshme në botë, e shikoj edhe më realistike dhe më të mundësinë të krijohen disa struktura funksionale që të jenë pastaj drejt për drejt në lidhje praktike me Shqipërinë. Kështu që momentalisht përgjigjja ime është jo. Unë mendoj që jeta shumë e shkurtër për ta jetuar gjithmonë në të njëjtin vend. Kështu që mbase tjetër, por momentalisht kontributi dhe dashuria ime ndaj Shqipërisë do jetë në këto aspektet duke mbajtur gjallë traditat tona, gjuhën tonë, edhe unë dua shumë gjuhën shqipe. Kërcimet me shoqatën këtë mundohemi të bëjmë, pra që ta transmetojmë te gjeneratat e reja, te brezat e ri. Shiko, kjo është një dashurie. Kjo pyetje më thash, është ndonjëherë perceptohet ndoshta edhe pak si provokative. Por e vërteta është një që edhe të duham, ndoshta nuk do kishte vend për aq shumë shqiptar sa janë në përbot që të ktheheshin të gjithë, se nuk do kishin ku të strehoheshin. Duhet ishin bërë grataçelat në Tiranë në çdo cep, domethënë më tepër se janë. Do dini në protestë kundër diasporës që kthyen në Shqipëri. Është vërtet. Megjithatë ajo çfarë tha mi vlen shumë, pra edhe të
të qenurit faktor ndikues në diasporë shumë e rëndësishme. Pra, unë edhe kur jam hasur gjatë këtij muaji, se tashmë jemi në ditën e 34 të protestave në Shqipëri, pra edhe jam pyetur, unë për fat keq nuk jam kthyer dot këtë muaj se për shkak të angazhimeve do ta kisha bërë me shumë dëshirë dhe me shumë kënaqësi. Mirë, po mendoj që është kaq e rëndësishme të protestosh në Shqipëri dhe po kaq e rëndësishme të protestosh në diasporë. Është vërtet, e kemi parë. Pasi në Shqipëri, domethënë, sidomos në Tiranë, në sheshet e Tiranës, tashmë nuk po them që janë plot, edhe një numër i konsiderueshëm i diasporës që kthehet në Shqipëri është indiferent. Mirë, po mendoj që është akoma më e rëndësishme që secili nga ne që nuk mundet të shkojë fizikisht në Shqipëri të protestojë dhe mesazhi që ne të çojmë nga diaspora është akoma dhe me më shumë impakt se sa prezenca fizike e disa prej nesh, sepse do të jetë e pamundur që ne, nuk e di, për shembull 100 veta apo 40 apo 200 apo ku diun se sa, të shkojmë që mund të dalim në shesh, të shkëputemi të gjithë, të shkojmë në Tiranë, është e pamundur, secili nga ne ka angazhime të ndryshme. Pra, edhe të protestuarit ose të qenurit aktiv në një formë apo në një tjetër në diasporë ka patjetër atë rëndësinë e vet të pamohueshme. Pra kemi qenë një tip megafoni ndoshta edhe për protestën në Shqipëri. Ne kemi qenë një lloj benzine, një lloj karburanti për protestat në Tiranë. Unë mendoj që fakti që diaspora ka qenë kaq aktive gjatë këtyre javëve, sepse nuk kanë filluar menjëherë me Tiranën, pra kanë filluar disa ditë më vonë, e ka bërë të mundur që në Tiranë të zjas kaq gjatë, në Shqipëri të zjasin kaq gjatë. Edhe kjo është vërtet. Është një perceptim i im. Mendoj që prezenca e protestave kudo në diasporë i ka vënë pak edhe shqiptarët, edhe ata që nuk kanë pasdarë ndoshta ditëve të para në protest, i ka vënë pak para përgjegjësisë që nëse dikush nga X vend është duke protestuar, për mua që jam këtu, për ne që jemi këtu, atëherë duhet dalim edhe ne. Të paktën unë e shikoj nëpërmjet Më fal, është një në një farë mënyrë është edhe një ndërlidhje, sepse edhe neve në diasporë jashtë na ka ndihmuar shumë pamjet e Tiranës të stërmbushur me njerëz. Patjetër. Edhe sigurisht njerëzve po kemi atëherë me çfarë po ndodh ndjesë po të ndërpres, me çfarë po ndodh dita ditës, pra mua gjëja që më ngarkon më së shumti është që ne nuk po kemi më arsye për të mos protestuar. Po, është e vërtet.